A mjafton që njeriu thjesht ta thotë të fjalën la ilaha illa Allah, edhe kështu do më thënë meriton xhennetin? Themi që duhet ta thotë të fjalë, qoftë edhe në shqip, ta kuptoj atë, ta besoj këtë fjalë, dhe po kështu të veproj sipas kësaj fjale. Pra veprat të cilat kjo fjalë i meriton. Sepse kjo fjalë ka ato kushtet e saj. Kjo fjalë ka kushtet e saj. I kanë thënë Wahab ibn Munabbihit, Allahu më shiroft, alaysa la ilaha illa Allah miftah al-janna? A nuk është fjala la ilaha illa Allah çelësi i xhennetit? Ka thënë po, është çelësi i xhennetit, por çdo çelës ka nevojë për dhëmzat e tij. Nëse çelësi yt ka dhëmzat e duhur, atëherë e hap derën. Nëse ai çelës nuk ka dhëmzat e duhur, atëherë nuk mund ta hapi portën apo derën. Kjo fjalë sigurisht që është gjëja e cila peshon më shumë, ka peshën më të rëndë në peshore në ditën e gjykimit. أحب رضاه أحب لي